Nata e kampionëve në boks rrezikon të mos mpahet. Shkak për këtë është mosdhënia e lejes për shfrytëzimin e sheshit Iliria në realizimin e këtij turneu ndërkombëtar. Shkaku se në datën e kërkuar nga drejtuesit e manifestimit do të realizohen manifestimet e verës kulturore tetovare. Drejtuesi i turneut Halim Abazi ka kërkuar nga kreu i komunës që ta shqyrtojë edhe një herë dhënien e lejes, ose në të kundërtën, sipas tij, pa lejen e komunës do të vendos ringun dhe do të realizojë manifestimin. Me 17 marsit kam bënë një kërkesë te komuna e Tetovës për të shfrytzu vendin Iliria, sheshin Iliria këtu në Tetov, dhe nga 23 prillit merr një vendim nga komuna e Tetovës, të cilat ma kanë refuzuar të shfrytëzoj vendin. Është nuk është ofruar të arsyeshme për çfarë arsye ato ma refuzojnë ato, kur turniri Nata e Kampionëve është një ndër organizimet më të mëdha cilat Tetova i ka, ku si sa herë ka pat mbi 3-4.000 shikues. Kur kishna një sallë e cila e nxjerr 3-4.000 shikues, e kisha bën sallë, po ne kena edhe sallat vogla që as 500 vete nuk futen brenda. Dua nga kryetari i komunës të ndëgjoj mendimin e tij dhe të bëjë një vendim të ndryshme. Zëdhënësi i komunës së Tetovës në konferencën e sotme për shtyp kërkoi nga organizatorët e turneut që për realizimin e këtij manifestimi të shfrytëzojnë njërin nga sallat e sportit të qytetit. Nga data 16 korrik deri më 4 gusht, komuna e Tetovës në sheshin Iliria ka parapar njësor aktivitetesh në kuadër të verës tetovare. Kemi edhe disa kërkesa tjera për të shfrytëzuar sheshin nga klubet të ndryshme, por të gjitha janë refuzuar me të vetmin qëllim. Gjatë kësaj periudhe, përderisa organizohet vera tetovare, ne ju bëjmë thirrje gjitha klubeve që të shfrytëzojnë ndonjërin nga sallat e shkollave mesme për aktivitetet e tyre. Nata e kampionëve në Tetov realizohet që nga viti 2016, ndërsa kanë marrë pjesë boksier me renome botrore.